Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes përzemërsisht. Ju uroj një ditë të mbar, të bukur, realizime të bukura, pushime të gëzuara e shumë çka që përmbledh kjo ditë, jo thjesht në ëndrrën, jo vetëm në shpresën, por edhe në mundësinë për të realizuar të gjitha këto. Mendoj se shkodra artistike do të marrë një përmasë ende më të madhe, më të bukur, më të shëndritshme, kur në skenë ngjiten instrumentist profesionist. Për të tretin vit radhazi, orkestra e të rinjve të Ballkanit Perëndimor është në Shkodër. Priten koncertet e saj, që si zakonisht janë koncertet të muzikës klasike, të autorëve klasik, por jo vetëm, të pjesëve shumë të njohura që sillen në tingëllimin dhe fuzionin e një orkestre simfonike, duke lënë jo vetëm tingujt, por edhe një mundësi bashkëpunimi me spektatorët të cilët besoj dhe si zakonisht i ndjekin koncertet e kësaj orkestre. Ka shumë risi këtë vit, sepse vetë curia, vetë atmosfera që sjell kjo orkestër është e tillë. Orkestra e të rinjve të Ballkanit Perëndimor përbëhet nga instrumentistë nga vende të ndryshme, edhe nga Shkodra, tradicionalisht ka instrumentist. Prandaj me një informacion të bollshëm mendoj se do të ju paraqesim në bisedën me dirigentin e kësaj orkestre, i cili është edhe pianist, Desar Sulejmani. Mirëmëngjes maestro, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes dhe Miss Rogjeta, falenderoj përvëzëmërsisht për ftesën. Jam shumë i lumtur që ndodhem për herë të dytë këtu tek ju. Më vërtet është një kënaqësi e veçantë. Dhe të them të drejtën e kisha parashikuar që një gjë e tillë do ndodhte, duke patur parasysh edhe përvojën e vitit kaluar, kështu që jam shumë i gëzuar që ndodhem këtu. Së pari dua t'ju uroj sukses në çdo hap tuaj. Faleminderit. Keni një rrugë të suksesshme, shumë të suksesshme, qoftë si muzikant profesionist në baketën e dirigentit, në tastierën e pianos, të cilin mësimin e të cilës e keni nisur në Shkodër, bashkë me fëmijërinë dhe formimin tuaj të parë, por orkestra është ajo bashkësi tingullore që jep një komunikim të veçantë me spektatorin dhe që natyrisht ai e pret me shumë interes. Jeni për të tretën vit në Shkodër dhe po bëni një fazë parapërgatitore, apo jo, si është atmosfera? Mendoj se është mirë, kemi 3 ditë që ndodhemi në Shkodër, që nga data 28 korrik, ku kemi sjell nga vende të ndryshme evropiane, por edhe nga Afrika e Jugut apo nga Venezuela, kemi sjell muzikant të rinj nën ombrellën, nën titullin e Orkestrës Zinore të Ballkanit Perëndimor. Dhe ndodhemi prej asaj dite në qendrën social-kulturore Don Bosco, ku disa prej tyre, pjesa më e madhe e tyre jetojnë në ato dhomat që na kanë vënë në dispozicion. Qendra sikurse edhe ne bëjmë prova atje. Dhe kjo ka qenë një risi e kësaj, risia e parë, le të themi, sepse duke patur parasysh që puna me muzikën, puna në ansambël, puna në orkestër kërkon shumë energji, kërkon një fokus të veçantë, kërkon një angazhim të veçantë, që do të thotë sa më pak energji të marra rrugëve, aq më mirë është për fokusin e orkestrës dhe punës, që do të, dhe pastaj që përkthehet në koncentrim gjeografik, si le të themi, të punës në një ndërtesë. Dhe unë kam kërkuar që në fillim këtë lloj mënyre të punës, duke e njohur edhe nga Gjermania, ku orkestrat, jo vetëm rinore, por në përgjithësi orkestrat kanë një vend stabil ku punojnë, ku e kanë atë fushën e bashkëpunimit në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe në këtë rast jam
më vërtet shumë i gëzuar që në Shkodër ka një gjë të tillë. Ndodhet një institucion i tillë i madh me hapësira të bollshme ku mund të zhvillohet një projekt i përmasave të tilla, siç e kemi ne tani. Në Shkodër vërtet ndodhet, po është mendësia që sjell një produktivitet ende më të madh në punë, kur çdo gjë tjetër është e sigurt dhe komode, atëherë gjithë energjitë janë pikërisht në punë dhe këtë mendësi ju jo vetëm që e keni kërkuar dhe e keni gjetur, po e keni siç duket në atë principin tuaj të punës në mënyrë që çdo gjë të jetë drejt asaj që është thelbësore, muzika në këtë rast. Padyshim, do kohë që presim tingull të mirë, presim një lojë të mirë, presim një produkt të mirë artistik nga njerëzit në skenë. Mendoj që po këtyre njerëzve në skenë do t'i krijon edhe kushtet e një pune të mirë dhe profesionale që ato të sjellin këtë produkt, të sjellin nivelin e duhur artistik, për të cilin edhe orkestra në të vërtet synon gjithë kohës. Ne i mbledhim njerëzit tanë nga anës, si e themi ne këte, por ajo që na bashkon është cilësia e lartë që ne kërkojmë. Këtu nis, kur ka një mundësi të mirë për të zhvilluar këtë aftësi që ka instrumentisti. Ky është synimi ynë, dhe prandaj sjellim edhe pedagog, siç kemi sjell këtë vit 10 pedagog të huaj, të cilët punojnë çdo ditë me muzikantët tanë, domethënë që nga data 29 deri sot ata kanë punuar në mënyrë intensive me pedagogët, ndërkohë që sot në Tark është për shembull prova e parë e lidhjes së gjithë orkestrës, se ndërkohë ka pasur të punën në sektor, e cila ndihmon që në fund kur ne mlidhemi si thua të gjithë të jenë gjërat më të qarta. Dhe sistemi i tillë që funksionon, nuk është se kemi shpikur ne jemi marrë, si thoshte kemi përshtatur sistemin dhe kemi sjell në Shkodër, unë personalisht kam dashur diçka tjetër nga viti i kaluar, edhe për të eliminuar rrugët e gjata, pa nevojshme. Vjeti kemi patur gjithashtu kushtet shumë të mira te stadiumi Loro Boriçit, ato sallat atjeshme, dhe jam shumë i lumtur që ne kemi patur mundësinë atje. Sidoqoftë, lëvizja nga hoteli te stadiumi dhe kthimi mbrapa, domethënë është një kohë e humbur, energji të humbura në këtë vapën e Shkodrës, të cilën unë e kam eliminuar tashmë kur i kam të gjithë aty afër. Kjo është mendosh në mënyrë shumë humane dhe matematikore. Po në fakt duhet të mendohet në mënyrë praktike se si të bën gjërat më mirë. Mendohet pak gjatë. Unë këtë punë kam filluar në tetorin e vitit të kaluar. Ne jemi këtu tani, por mendimet do të flasim pikërisht për këtë rrugë. Shumë të hershme. Ndërkohë që ka shumë risi ky vit. E fillojmë me numrin e orkestrës. Në vërtet e kemi më të madh numrin e orkestrës këtë vit, janë 75 muzikantë. Nga 65 vjet. Nga 65 vjet, po. Domethënë janë 10 plus kjo edhe për shkak të repertorit, dhe programit që ne kemi zgjedhur, janë vepra të cilat ne i kemi zgjedhur në mënyrë të veçantë që të jenë sa të hese, por nga ana tjetër të ekzekutohen për herë të parë. Dhe shumë prej veprave, jo vetëm në Shkodër, por pikërisht në Shkodër, do të ekzekutohen për herë të parë, nuk janë luajtur më përpara. Premiera botërore. Premiera shkodrane, le ta themi, të veprave botërore, ndërkohë që edhe në Shqipëri të tilla vepra, që do flasim ndoshta më vonë, nuk janë prezantuar më përpara. Një gjeografi e hapur, shumë e hapur, ndërkohë që orkestra mban titullin Western Balkan Youth Orchestra. Do të thënë titulli i parësor. Titulli i parësor sepse ka qenë iniciativa e tillë në 2019 kur e kemi krijuar orkestrën, që të bëjmë bashkë të rinj muzikantë nga vendet e Ballkanit Perëndimor, vendet e cilat janë aspirante, janë synuese të familjes evropiane, pra të bashkimit evropian. Se po të shikojmë hartën, shikohet ai vendi ku akoma nuk është blu dhe verdh, si le të themi, familja evropiane në kuadrin politik të po.
geopolitik të fjalës që do thotë ne këto vende, këto 6 vendet janë, si thua, nga pikpamja gjeografike, janë pjesë e Evropës, e kontinentit evropian, por akoma jo e organizimit të Bashkimit Evropian, dhe kjo ka qenë ideja, duke patur parasysh që nuk ka diçka të tillë. Orkestra kjo nismë, kjo iniciativë është unike në rajon. Ne donim që me këtë nisëm të arrinim disa synime, disa qëllime, të bashkonim rinin e rajonit me njëra tjetrën, të njihnim rajonin ndërmjet aktivitetet dhe lëvizjeve tona në Ballkan, të njihnim rajonin më mirë. Dhe unë e them me kënaqëri që është e vetmja orkestër, i vetmi ensemble në Ballkanin Perëndimor që e shëtit dhe që e lidh nëpërmjet muzikës në mënyrë të drejtë për drejtë, siç është Orkestra Rinore e Ballkanit Perëndimor, sepse ne e kemi në synimin, e kemi në gjenezën tonë që përgatitemi dhe dalim jashtë. Unë përgatitim diku në disa vende të ndryshme, e çojmë artin te njerëzit, por e lidhim edhe vetë Ballkanin nëpërmjet, si thosh, lëvizjes tonë artistike. Ne jemi në orkestër lëvizëse. E kuptoj. Dhe kjo vjen, nëse unë lejohem ta them, vjen nga një përvojë që të paktën në shtetin federal ku unë jetoj, në Gjermani, në shtetin federal të Rinit Verior dhe Vestfalisë, atje ka 3 orkestra shtetërore federale të cilët bëjnë të njëjtën gjë. Pra shteti ka caktuar zona të ndryshme, le të themi, nëse do e transmetonin në Shqipëri, për shembull Orkestra Simfonike e Shkodrës ka për detyrë, si thua, shtetërore që të sjell artistikisht afër publikut vepra të ndryshme, programe të ndryshme artistike në zonën Shkodër Malësi e Madhe. Ose le ta zgjerojmë pak, në Shkodër Malësi e Madhe Puk Tropoj. E kuptoj. Dhe këto janë orkestra lëvizëse. E kuptoj. Dhe ky është aktiviteti i tillë. Ne e bëjmë në kuadrin e ndërshteteve, si thua, por baza e kësaj është që të shkohet te publiku. Nuk mund të presim sot që publiku të vijë gjithmonë te ne. Ne duhet të shkojmë te publiku, ne duhet të mundohemi të hedhim hapat dhe të zbresim nga piedestali i kulturës ose i ta shqyrtuarve elit kulturore, sepse ndryshe ne nuk jetojmë dot pa publikun që na vjen dhe na ndjek. Që shumë është shumë e thjesht, po të mendohet në largpranësi, dhe me këtë unë mendoj edukimin muzikor që në kopsht. Ka disa risi, me sa di unë, ky sezon i huaj, që kanë të bëjnë me koncertet, me repertorin, me gjeografin e hapur. Ne përmendëm vërtet këtë shtrirje, por element ju keni marrë nga orkestra të ndryshme. Besoj se duhet të jetë standardi i lartë artistik, por edhe mosha, apo jo? Patjetër, ne kemi përveç standardit të lartë artistik që kërkojmë në përgjithësi në projektet tona, këtë vit e kemi të njëjtë moshën, se është pjesë e projektit rinor 16 dhe 27 vjeç. Pjesëmarrës. Pastaj ne kemi këtë vit 4 koncerte në Shkodër, nga 2 që ishin vitin e kaluar, plus kemi edhe një koncert në Gjirokastër, i cili është mundësuar nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri. Do të thotë që vetëm në Shqipëri ne kemi 5 koncerte. Dhe gjeografikisht ne jemi zgjeruar po në Shqipëri. Këtë herë kemi edhe një risi artistike në programin ton. Është koncerti edukativ që ne kemi me datën 10 gusht këtu në Teatrin Migjeni, ku ne synojmë të kemi sa më shumë fëmijë të rinj nga mosha 10 vjeç, të cilët të njohin nga afër instrumentet e orkestrës. Ky është koncert bisedë.
unë do jem ai I cili do flas në lidhje me veprën, është vepër që është shkruar enkas për të njohur orkestrën nga të rinjt, është guida orkestrale për të rinjt e kompozitorit anglez Benjamin Britten. Dhe është e konceptuar në mënyrë të tillë që publiku, që fëmijët të kuptojnë në mënyrë të drejtë si tingëllon violina, si tingëllojnë harqet, si tingëllon flauti, si tingëllon tromboni, si tingëllon tuba, si tingëllojnë instrumentet e perkusionit, pra janë pjesë të veçanta që mund të kenë pushim ndërmjet, pra janë kohë të shkurtra, si thosh, ku prezantohen me tema, me melodi përkatëse instrumentet e orkestrës dhe shikohet, tani do luhet tema e flautit dhe luan flautit, por ka të variacionet e duhura. Shumë interesante. Dhe është I konceptuar në mënyrë të tillë që në këtë rast unë po mund të jetë dikush tjetër, pra ai që moderon, ai që prezanton, që të shkojë te orkestrantët dhe thënë ato të kenë një kontakt të drejtë për drejtë me publikun, pra që të tregojnë instrumentin, të luajnë 2-3 nota në instrument dhe pastaj të bëhet ajo që e ka shkruar kompozitori. Pra ka një lidhje të drejtë për drejtë, nuk është vetëm që rrin dhe shikon edhe nga fillimi deri në fund, por ka ndërhyrje, nga ndërhyrje. Prindër, mos e humbni, data 10. Data 10, ora është në 7:30, 19:30 te Teatri Migjeni. Teatri Migjeni. Do kënaqen të gjithë. Do të jeni edhe ju protagonistë, ndoshta dikush do t'i afrohet një instrument. Patjetër, janë të lutur, janë të mirëpritur nëse do ngjisen shkallët e skenës dhe do kenë guximin dhe do kenë atë lirshmërinë dhe unë e dëshiroj këtë dhe është pjesë e projektit që të vinë dhe bile ndoshta disa fëmijë mund të ulen edhe në skenë dhe ta shikojnë drejt për drejt. Spektakël I vërtet. Kjo është si ide. Tingujt, fëmijët, vepra, skena. Diçka mrekullueshme. Dhe në fund pastaj e bëjmë prezantimin e gjithë veprës dhe më përpara ne kemi prezantuar çdo instrument dhe kur e luajmë nga fillimi dhe në fund veprën e plot, si thua, pa ndërprerje, fëmijët të rinj ato që na kanë ndjekur përpara e ndjekin me tjetër kërshëri, me tjetër drejtim, sepse ky është flauti, e dëgjum ne tani më përpara, ose kjo është oboa, kjo është klarineta, sepse ja kemi shpjeguar më përpara si tingëllon. Një qasje drejt për drejt me të gjithë elementet që përbëjnë një vepër muzikore dhe që komunikon krejtëlirshëm afër dhe në mënyrë mjaft të bukur. Është diçka e prekshme, nuk është abstrakte. Është hera e parë që ju e realizoni këtë. Në këtu të paktën në këtë mënyrë po. Në Shkodër dhe vepra është edhe në Shqipëri nuk është luajtur më përpara, por qoftë edhe Benjamin Britten, The Young Person's Guide to the Orchestra, guida orkestrale për të rinjt. Është shkruar enkas për ta prezantuar. Shumë bukur, shumë formuese do të thosha, një qasje drejt për drejt e muzikës ku fëmijët dhe të rinjt mund të jenë krejt afër me çdo. Gjën tingullin, ne do I shpërndajmë se sa do fëmijë për shkak që sa më shumë që të kemi ne do I shpërndajmë te harqe do I çojmë disa te pjesa e sipër ku janë perkusionet do të shikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë se si luajnë muzikantët tanë. Do e ndjej nga afër emocionin, do e ndjej nga afër frymarrjen, do e ndjej nga afër një motiv shumë I bukur për ta bërë fëmijën të ndjeshëm ndaj muzikës. Prindër mos ngurroni të jeni aty sa do vap apo tani kemi edhe ajër të kondicionuar në teatrin Migjeni, kështu që do të jetë shumë mirë dhe do kalojnë një mbrëmje shumë të këndshme. Diçka e mrekullueshme. Një orë zgjat, e gjitha nuk zgjat shumë. Por do të ketë koncerte të tjera. Patjetër, më përpara ne jemi me datën 8 te Kisha Katolike Don Bosco, duke vazhduar traditën e vjetshme ku ne ishim në kishën e motrave stigmatine dhe atje ishte koncerti I muzikës domës. Këtë herë me që jemi vendosur te qendra social-kulturore Don Bosco, e menduam si të arsyeshme, si të vetë kuptueshme që të kemi edhe koncertin atje, koncertin e parë të muzikës domës, ku do ketë pjesë të ndryshme, to është nga pjesëtarët e orkestrës tonë, por në formacione të vogla, trio, kuartete, kuintete, të tilla dhe megjithatë me vegla të ndryshme, sepse është shumë e rëndësishme për ne që të ndihmojmë dhe të mbështesim
angazhimin në muzikën e dhomës të instrumentistëve tanë, sepse muzika e dhomës, të dëgjuar e të luajtur në muzikën e dhomës është edhe baza e funksionimit të një orkestre në përgjithësi. Po nuk dëgjove në një grup të vogël, ti nuk mund të dëgjosh grupin e madh. Pra që aty si thua edukohet sensi i kuptimi i të bërit muzikë bashkë, sepse dëgjon më shumë, je në fokusin dhe në atë drejtimin e duhur të dëgjuarit, dhe kjo të dëgjosh sot është diçka shumë e vlefshme. Pra do të ketë formacione të harqeve, të frymës. Të frymës bashkëpunë edhe me piano që i kemi ne aty, dhe në këtë rast piano elektrike, por natyrisht që është piano si thua me tingullin përkatës. Dhe ne do prezantojmë me datën 8 këtë program të larmishëm te Kisha Don Bosco. Pastaj me datën 9 kemi një koncert tjetër të muzikës dhomës te Instituti i Kulturës Turke Yunus Emre. Po, kretar. Sepse prandaj thashë kemi menduar çdo gjë afër, gjeografi e vogël artistike që na mundsoi të tillë aktivitet artistik, dhe ne që vitin e kaluar kishim një bisedë paraprake me drejtuesit e Institutit të Kulturës Turke këtu në Shkodër, dhe që vitin e kaluar pra e saktësuam ose e vullosëm mendimin që do kemi një koncert të oborri simpatik që ato kanë. Dhe si thua do jetë paraqitja e jon e dytë kjo me datë 9. Të dy koncertet e muzikës dhomës janë në orën 7. Për të pasur një ndryshim, si thua, edhe tematik. Pra koncertet e muzikës dhomës në orën 7, të mbrëmjes koncertet simfonike të orkestrës do jenë në orën 7:30. Domethënë është lehtësisht e dallueshme. Dhe me datën 9, siç thash, kemi një fokus drejt muzikës të dhomës turke, sepse edhe ne shikojmë interesante që të kishim diçka nga ai vend dhe ta prezantonin, por gjithashtu edhe muzikë lokale, se thoshte i kemi bërë thirrje muzikantëve tanë që të sjellin edhe muzikën nga vendet e tyre. Pra është pak më ndryshe, është muzikë si thua e dhomës, po jo klasike e Evropës, po Evropës perëndimore, le të themi, me emrat e njohur të muzikës e Evropës perëndimore. Dhe kjo është si thua para përgatitja e koncerteve tona orkestrale, si që thash, me datën 10, koncerti edukues, dhe me datën 13, që është edhe si thua natë e fundit e jona këtu në Shkodër, do kemi koncertin përmbyllës të aktiviteteve tona 18 ditore në këtë vit. Dhe kjo është një resi, 18 ditë që ne kemi sjellur mbi të paktën 90 veta, sepse këtu flas edhe pedagogët, edhe gjithë stafin që jetojnë në Shkodër, njohin Shkodrën, domethënë lëvizin rrugët e Shkodrës. Do dalim edhe në ditët e ardhshme, do dalim edhe në zonën e këmbësorëve me ansamble të vogla, dhe do bëjmë pak muzikë, 10 minuta, 15 minuta, që edhe të bëjmë reklam për koncertet tona, që ti njohim njerëzit që ne jemi këtu, jeni në koncertet tona, na ndiqni sepse do kënaqemi. Domethënë është një punë propaganduese që ne kemi në dorë dhe e bëjmë me kënaqësi, sepse kemi edhe grupin e tillë. Më bën përshtypje konceptimi artistik, larmishmëria, niveli, këndvështrimet në përshtatje me ambiente të ndryshme, mosha dhe auditorin e madh, që do të thotë është një punë e mirëmenduar shumë. Në fakt po, siç e thash më përpara, këtë punë që kemi nisur në Shkodër dhe do e përfundojmë me 14 shtator në Gjermani, janë 48 ditë program. 48 ditë janë 7 shtete. Janë 14 koncerte orkestrale, janë 7 koncerte të muzikës dhomës në të gjithë këtë kohë, 48 ditorëshe. Kjo gjë është e konceptuar, siç e thash, shtatorin e kaluar. Unë sa mbarova vitin e kaluar projektin që unë nis po në Shkodër dhe në shkoj në gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, fillova të mendoj, të konceptoj dhe si thua të realizoj hap pas hapi këtë projekt që jemi ne tani.
se kështu funksionon, nuk funksionon ndryshe. Vetëm një gjë e tillë. Ju sillni natyrisht formimin tuaj të hershëm, por sillni edhe një kulturë tjetër me të cilën tashmë ju jeni bërë i mirënjohur, i famshëm do të thosha, në skenë, qoftë në baketën e dirigentit, qoftë në tastierën e pianos. Do të luani edhe vetë diçka në piano në koncertin e madh? Jo, sepse unë kam bërë këtë shpesh herë që luaj piano ose më saktë drejtoj orkestrën nga pianoja dhe së fundmi ka qenë në tetorin e 2024 këtu në Teatrin Migjeni. Kam dashur të fokusohem kësaj here vetëm te dirigjimi dhe te çështja e menaxhimit të gjithë këtij projekti, sepse është volumi i madh dhe duke patur respekt ndaj profesionit tim si pianist, i cili kërkon një përkushtim të jashtëzakonshëm, fizik, mendor edhe kohor, mbi gjitha kohor, jam tërhequr nga dëshira që e kam për herë që të dal me piano, sepse kam një lloj, si thua, sqime artistike që kur dal në skenë duhet ta ruaj. Kështu që më mirë bëj për momentin atë që e kam në dorë ta bëj dhe jam në kontakt të përhershëm, siç është tani dirigjimi, sesa të bëj diçka thjesht se jam edhe pianist. Se nuk është përgjegjësia dhe kërkesa ndaj vetes. Pianisti duhet të studioj, ta themi hapur, dhe për shkak të volumit të madh të punës që un kam tani artistikisht nga pikpamja organizative, kam në përgjegjësi 95 vet që un i drejtoj bashkë me stafin, por kjo është përgjegjësi e madhe që do të thotë mungon koha që të luaj në mënyrë fizike piano, të shtyp tastin dhe pa shtypur tastin në mënyrë të kënaqshme me veten time, nuk më dal në skenë. E kuptoj. Nuk është e nevojshme sepse ju e thatë që unë koncertin e fundit që kemi patur këtu si kam patur si pianist kanë qenë po gjithashtu me një pjesëtar të orkestrës rinore të Ballkanit Perëndimor dhe një orkestër gjermane. Pra kemi luajtur me një kolegun tim një pjesë koncert për violinë dhe piano dhe ka qenë një standard që unë e ruaj ose dua ta ruaj në kujtesën e publikut shkodran, kështu që do ketë një mundësi tjetër dhe jam i sigurt që do ketë një mundësi tjetër që kur unë kam më tepër kohë dhe do kemë më tepër kohë të koncentrohem në piano, një program të menduar, të them një parantezë të vogël, tani unë jam duke bërë muzikë dhe kam kënaqësinë e veçantë me shkodranin tjetër që është në Gjermani, Skerdiano Keraj. Përshëndetje. Dhe ne gjithmonë flasim, po. Dhe gjithmonë flasim, ne kemi bërë disa koncerte bashkë dhe tani do kemi disa si duo, si violinë dhe piano dhe kemi gjithmonë dëshirën dhe ai thotë në mënyrë të veçantë, un kam qenë, po ai thotë, "Duam të shkojmë patjetër në Shkodër, hajde ta rregullojmë të shkojmë në Shkodër për një koncert", kështu që hera tjetër do jetë si pianist patjetër. Do jetë diçka do takohemi përsëri këtu, ndoshta bashkë edhe me Skerdin edhe. Patjetër. Programi i madh i koncertit mendoj i kalkuluar mirë, qoftë nga pjesëmarrja e veprave të përzgjedhura, siç thatë ju për Shkodrën janë premier, por edhe gërshetimi me pjesë të ndryshme të cilat janë shumë të njohura dhe që kanë një tingëllim të veçantë në orkestrën simfonike apo jo. Po, ne duke qenë që jemi orkestrë lëvizëse, siç thash, ka karakteri i prodhimit artistik është lëvizës, e kemi menduar që edhe programin ta kemi me gjeografi të gjerë, gjeografikisht të gjerë. Që do të thotë, ne kemi muzikë nga Austria, kemi muzikë nga Gjermania, kemi muzikë nga Franca, kemi muzikë nga Anglia, kemi muzikë edhe nga Shkodra, që është surprizë që ne do ta bëjmë me datën 13 gusht, do prezantojmë një vepër shumë interesante. Aq po e le tani që të rrisim paksa kuriozitetin që të vinë njerëzit të dëgjojnë muzikën shkodrane me një orkestër kaq të madhe, siç edhe ne e kemi, si thosh. Është me vërtet diçka shumë para bashkisë atje? Jo, do jetë të dy koncertet orkestrale janë në teatrin Migjeni. Në teatrin Migjeni. Sepse
e shikoj si skenën më të mirë të mundshme për karakterin e koncertit. Dhe sidomos tani që është si thosh ka kushte më shumë të aerimit, freskia. Unë isha së fundmi me datën 29 qershor aty, qellova rastësisht dhe më pëlqeu shumë dhe u gëzova shumë që ne do e kemi mundësinë që të bëjmë atje koncerte. Me këtë rast falenderoj edhe Bashkinë e Shkodrës për ndihmën dhe për mbështetjen në të gjithë zbatimin e aktivitetit dhe sidomos për vënien në dispozicion të Teatrit Migjeni. Është diçka që unë e vlerësoj shumë dhe e mendoj si një mbështetje të mirë dhe të vlefshme për projektin tonë dhe natyrisht për kam përshtypjen qytetin. Ka shumë vlera. Unë thash kur vinë instrumentist profesionist sjellin një hapësirë të re muzikore, koncertale, por duke ju ndjekur me shumë interes, mendoj se ju keni koncepte shumë të veçanta, shumë të mira, shumë të drejta për gjithë këtë sipërmarrje të bukur artistike, gjë që patjetër duhet marrë shembull edhe si përvojë. Në konceptimin e çdo detaji të punës së orkestrës që mbrin deri në notën e fundit të koncertit. Nëse dhe kjo është një zinxhir vlerash që ju përpiqeni ti transmetoni tek orkestra në mënyrë që ajo dhe çdo element tjetër edhe ansamblet e muzikës së dhomës në mënyrë që çdo gjë të jetë kalkuluar mirë dhe të ecë për së bari. Ky qëllimi i projektit, pra ne i gjithë projekti është projekt edukues. Dhe ne i stërvisim muzikantët tonë me rregullat profesioniste, me rregullat të cilat ato patjetër më vonë do ti duhet që ti zbatojnë kur të jenë pjesë e orkestrave dhe një punë formacione të ndryshme, edhe kur duhet ose kur do duan të jetojnë me profesionin e tyre. Se pa profesionalizëm nuk mundet asgjë të ndodhë. Dhe nuk mund të ndodhë ndryshe që të mos jetë të paktën një apo dy, një jeni ju, po dikush tjetër një instrumentist në këtë orkestër nga Shkodra. Patjetër, unë jam shumë i gëzuar që edhe kësaj radhe dhe këtë vit pas Nikol Tukës, violiniste, Nikol Tukës pianistja e famshme. Është në Freiburg, në Gjermani. Në Gjermani. Vitin e kaluar kemi pas Stella Andrekën, po. Si violiniste dhe këtë vit kemi që unë gëzova shumë kur e mora vesh, më thënë që kemi një djalë që i bie instrumentit të tubës, është instrumenti veçantë, është Mirson Disha. Frymor dhe si thosh është instrumenti po i rëndësishëm, por edhe fakti që ai vjen nga Shkodra, është djalë Shkodre, më ka gëzuar shumë dhe si thosh është pjesë aktive përveç mejet, është pjesë aktive orkestrës deri në fund të turneut të Ballkanit Perëndimor. Pra do jetë pjesë e jona. Këto të rinj kanë një bonus të madh. Është një formim, një shkollim i veçantë të jesh pjesë e këtij formacioni, i cili çdo vit ka edicionet e tij dhe që ka një formim, edukim muzikor, por jo vetëm në ecurinë e këtyre instrumentistëve. Unë mendoj se është diçka e vlefshme dhe kur si thua rikthehem në kohë para 31 vitesh, 32 vitesh ku kam qenë 15-16 vjeç dhe mendoj atëherë atë kohë ku nuk kam pasur të rinjt të paktën në Shqipëri flas, mundësinë për të qenë pjesë e projekte të tilla ose për të lëvizur jashtë Shqipërisë edhe për faktin e të marrurit të vizave. Unë kam qenë pjesëtar i orkestrës Virtuozët të Rinj të Tiranës dhe e di se sa e vështirë ka qenë atëherë. Unë kam patur kënaqësinë e veçantë që të dal 4 herë jashtë Shqipërisë dhe kjo më ka brumsuar mua që atëherë për të bërë të tilla gjëra tani dhe më duket që është diçka komplet normale që mosha e re, kjo moshë, si thua, duhet të shfrytëzoj çdo gjë për të dalë, për të njohur vende të tjera, për të njohur njerëz të ri, për të bërë muzikë të re. Do të thjesht kontakti me jashtë e zhvillon njeriu, e vën në mendime,
e risjell, e rifreskon edhe Jep vetë një qenien, dimension tjetër. edhe vetë qenien njerëzore, sepse të shikosh, të njohësh dhe të përjetosh shumë është shumë mirë në jetën personale të njeriut. Maestro Sulejmani, ju jeni me aktivitetin tuaj gjatë gjithë vitit në Essen, në Gjermani. Jam si thua i stabilizuar në Essen, po. Besoj se për gjatë gjithë vitit keni një ecuri artistike e cila nuk ju lë asnjëherë në qetësi, përkundrazi ju frymëzon çdo ditë apo jo? Në fakt, po, dhe sidomos këtë vit ka qenë një vit i veçantë për sa i përket intensitetit artistik. Natyrisht, si thua, marrja me projektin e Orkestrës Rinore të Ballkanit Perëndimor zë një vend të veçantë, qoftë kohor, qoftë edhe mendor, ndërkohë që këtë vit po orkestra ka iniciuar një nismë të re në Shtetin Federal të Rinit Verior dhe Vestfalisë, që quhet Ditët e Ballkanit Perëndimor. Kjo iniciativë është në bashkëpunim me Kancelarinë e Shtetit Federal atje, dhe është një festival vjetor me aktivitete kulturore, sociale, politike, tregtare, ku prezantohet rajoni Ballkanit Perëndimor në Shtetin Federal, atje ku jemi ne, në të Rinit Verior dhe Vestfalisë. Pra është, si thua, një kundërpërgjigje artistike, ekonomike apo edhe sociale atyre gjërave që ne bëjmë këtu. E kuptoj. Ka ndodhur deri tani mbi 15 aktivitete nga fillimi i vitit dhe do vazhdojnë deri në fund të vitit, aktivitete në kuadër të njohjes së rajonit të Ballkanit Perëndimor më shumë në Shtetin Federal të Rinit Verior dhe Vestfalisë. Dhe kjo është diçka që më ka impenjuar mua në mënyrë të veçantë, sepse është orkestra, si thua, që është një bashkë iniciatore, pra është një orkestra rinore Ballkanit Perëndimor, bashkë iniciatore me Kancelarinë e Shtetit Federal, të cilët si partner kanë zhvilluar këtë festival që tani do vazhdojë edhe në shtator, në tetor deri në fund të vitit. E gjitha kjo që po thoni më ngulos edhe më shumë idenë e rëndësisë që pikërisht shteti duhet të jap kulturës, muzikës, artit, të investojë aq shumë, sepse çfarë do mbjellësh do të korrësh. Një njeri që merret me art, me kulturë, me muzikë, mund të prodhoj vetëm gjëra shumë i dobishëm për shoqërinë. Mira. Edhe pse mund të themi që ka profesione të tjera më të rëndësishme, më jetike, dhe kjo është e padiskutueshme. Artistët janë po gjithashtu shumë të domosdoshëm për një shoqëri, arti, kultura, sepse ka të bëjë në mënyrë të drejtë për drejtë me edukimin e shoqërisë, dhe një shoqëri e edukuar është më e lirë, është më e vetëdijshme, përhapur, për hapat e saj, për drejtimin që do marrë, është më ndërgjegjshme ndaj zhvillimeve në vend, është më e zgjuar në marrjen e vendimeve që do nisin, që çojnë shoqërinë vet drejt një zhvillimi tërësor. Vetëm kështu mund. Ndryshe pastaj do kemi probleme në është një shoqëri më pak e dhunshme kur shumë gjana sepse funksionon truri përpara veprës. Kjo është. Funksionon mendimi. Shpesh harrojmë shumë çka dhe merremi me interesin, merrim me vrullim me agjendën një dite, pa harruar se aty është shpirti që do ushqimin e veçantë, që në fakt kështu është nuk mund ta blesh në një supermarket me një çmim të lartë. Duhet ta rikujtojmë veten sa herë që formimi shpirtëror në këtë rast flas edhe artistik, që në fëmijëri dhe në vazhdimsi është po aq i rëndësishëm sa formimi si thua i shkencave natyrore, i shkencave sociale. Pra shkojnë të gjitha në një drejtim të barabartë për të formuar një njeri me mendësi të shëndetshme, për të formuar një shoqëri
Më pëlqen ta theksoj gjithmonë thënien e famshme të Beethovenit, muzika duhet të ndezë zjarrin e shpirtit të njerëzve, dhe ku ka më bukur që muzika të jetë brenda shpirtit për të shprehur shumë çka, të menduar mirë, të ndjerë së brendshmi dhe me një veprim më shumë të logjikshëm në gjithë ecurinë e jetës. Maestro, do të mbarojnë ditët e Shkodrës, por jo ditët e projektit. Do të vazhdoni për më tej në Gjirokastër, por në Gjirokastër, pastaj mbas përfundimit të kohës në Shqipëri, ne do vazhdojmë në Maqedoninë Veriut me 2 koncerte, po gjithashtu të rëndësishme. Njëri është premier për orkestrën tonë, do jemi për herë të parë pjesë e festivalit të njohur në Ohrid Spoleto në vitin e 66 të zhvillimit të tij. Pas këtij koncerti do jemi me një koncert po gjithashtu të rëndësishëm në Shkup, në sheshin Skënderbeu. Mbas Maqedonisë së Veriut ne do kalojmë drejt Kosovës, në Prishtinë do kemi një koncert simfonik. Në sheshin Adem Jashari, ndërkohë do kemi, dhe kjo është njërisi tjetër, do kemi një, ose më saktë, 2 koncerte brenda ditës në Mitrovic. Koncepti është i tillë që në orën 6:30, në fakt 5:30 ose 6:30, varësisht të rrethanave të vendeve ku do zhvillohen. Koncerti i parë është në jugun e Mitrovicës. Mbarojmë një orë e pak koncertin, është me muzikë dhome. Të gjithë muzikantët pjesëmarrës ecin në këmbë, kalojnë urën e Ibrit të famshme dhe shkojnë te vendi tjetër në Mitrovicën e Veriut dhe bëjnë të njëjtin koncert. Pra ne lidhim artistikisht, lidhim njerëzisht në mënyrë simbolike dhe mendoj që muzikës flasim shumë me këtë hap ose me këtë lloj mendësie kur i lidhim të 2 pjesët e qytetit. Dhe për këtë jam veçanërisht i lumtur sepse e mendoj qytetin e Mitrovicës si një nga plagët akoma të hapura. Le të themi të rajonit dhe mos kufizohemi vetëm në ato që quhet komb. Shqiptar. Prandaj mesazhet janë ende. Unë jam natyrisht, si thua, me prejardhje me origjinë shqiptare, ndjej zemra më rreth shqip, si thua, por mendoj, si e them gjithmonë gjermanisht, mendoj në mënyrë më racionale, gjithçka që dua ta bëj dhe e shikoj sidomos këtë koncert ose këto koncerte, këtë aktivitet në Mitrovic si një shenjë që ne japim pa folur. E kuptoj. Dhe kjo është dhe një nga principet tona. Ne jemi një projekt i cili nuk ka nevojë të flasë për politikë, se ne bëjmë vetë politikën kur i sjellim gjërat ashtu siç duhet, dhe i sjellim në skenë, pa folur politikisht. Dhe duke kaluar pastaj në ato çfarë ju pyetët, mbas Kosovës ne do jemi në Sarajevo. Do kalojmë në Sarajevo dhe nga Sarajeva në Novi Sad, që të përmbyllim gjeografikisht Ballkanin Perëndimor. Dhe nga Novi Sad e pastaj do kemi rrugën më të gjatë, si thua, me autobus drejt Gjermanisë. Gjithë orkestra do vinë në Essen dhe do vendoset atje për 16 ditë, ku do kemi 5 koncerte në shtetin federal të Rinjit Verior dhe Vestfalisë orkestrale, një koncert në Bavari, gjithashtu edhe 1 ose 2 koncerte të muzikës domës. Shumë duar trokitje për orkestrën. Unë jam shumë i sigurt që muzikantët që janë tani me ne do e mbajnë mend gjithë jetën këtë projekt. Për mirë uroj, por edhe për ato gjërat që janë të vetë kuptueshme, për shembull gjatësia ose lodhja ose edhe kalimi nga një shtet në tjetër, kontrollet në kufi, domethënë janë disa gjëra që shumë prej tyre nuk i njohin se vinë nga Bashkimi Evropian, nuk i njohin kufit, por është një përvojë që ato nuk do të harrojnë kurrë dhe ky është synimi. Maestro, dua të ju falenderoj shumë. Kënaqësi. Por dua të anoncoj edhe një herë 4 koncertet në Shqipëri, me datë 8
në sallën Don Bosco. Në kishën katolike Don Bosco në orën 7 të mbrëmjes, 19. Me datën 9 në Institutin Yunus Emre. Po në orën 19. Po në orën 19. Me datën 10 në Teatrin Migjeni, fëmijët, të rinjt, familjet, se familjet duhet patjetër të vinë me prindrit. Me gjyshin. Një komunikim skenik me spektatorin, me muzikën, me orkestrën, me instrumentet dhe kuptimin e secilit prej tyre në fuzionin e një orkestre, ndërsa në datën 13, po në Teatrin Migjeni në orën 7:30 koncerti përfundimtar, i cili do të ketë edhe një pjesë shqiptare në fuzionin e kësaj orkestra. Mrekulli. Ju falenderoj shumë. Faleminderit juve. Shumë urime për të gjitha këto koncerte, më suksese dhe frymëzime të bukura gjithmonë. Faleminderit juve. Faleminderit, ishte dirigenti i orkestrës së të rinjve të Ballkanit Perëndimor, Desar Sulejmani, në studion Mirëmëngjes Shkodër. Urimet më të mira. Faleminderit. Faleminderit.